Halloweeni është një nga festat më të njohura dhe më të pritura nga të rinjtë dhe të rriturit anë mban botës, por çfarë fshihet pas kësaj feste që është shpërndar kaq shumë në kultura të ndryshme, si nisi dhe çfarë feston konkretisht? Historia e Halloweenit ka rënë shumë të thella që lidhen me një festë pagane të quajtur Samhain, që praktikohej nga keltët e lashtë. Samhain ishte një festë që shënonte fundin e verës dhe hyrjen e dimrit, një periudhë kur besohej se kufiri midis botës së të gjallëve dhe asaj të vdekurve ishte më i hollë. Sipas besimeve, gjatë kësaj periudhe, shpirtrat e të vdekurve mund të ktheheshin në botën e të gjallëve. Për të ndihmuar shpirtrat të gjenin rrugën e duhur, keltët ndiznin zjarre dhe vishtnin veten me kostume që do t'i mbronin nga shpirtrat e mundshëm. Me kalimin e kohës, kjo festë u ndikua nga festivali romak i Pomona, perëndeshës së frutave dhe pemëve, dhe më vonë nga festat e krishtera, duke u shndërruar në ditën e të vdekurve, që u bë pjesë e kalendarit kishtar me 1 nëntor, ndërsa festa e Hallows Eve, mbrëmja para ditës së të vdekurve, 31 tetor, kaloi në Halloween. Kështu transformua gjatë shekujve për të arritur në formën që njohim sot, një natë argëtimi me kostume, dekorime dhe aktivitete të ndryshme, por cilat janë disa nga traditat më të njohura. Njëra prej tyre është trick or treat, ku fëmijët shkojnë nga shtëpia në shtëpi, duke kërkuar ëmbëlsira dhe duke kërkuar që t'u lënë ato pa bërë ndonjë shaka. Edhe pse festimi Halloween ka marrë një formë sekulare dhe argëtuese në shumicën e vendeve, për shumë njerëz ajo mbetet e lidhur me një kohë reflektimi mbi vdekjen dhe shpirtrat. Për të tjerët Halloweeni është një mundësi për të argëtuar, për të treguar kreativitetin e tyre me kostume dhe për të festuar së bashku me miqt dhe familjen. Mirë, u njohim me një insert i cili tregon më shumë mbi historikun e kësaj feste shumë të famshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por po, është një festë e cila ka pritur në Europë dhe tani më të në Shqipëri prej vitesh. Duket sikur gjatë dekadës së fundit fëmijët shqiptar preferojnë ta festojnë dhe po, ndjehet ajo atmosfera. Por për ta ndjer pak më shumë, ndoshta në vendin e origjinës, atje ku njerëzit e jetojnë dhe shijojnë më shumë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e prezantuam që në hyrje të bisedës do lidhemi me një shqiptar i cili me hir apo pa hir, këtë do na thojë vetë, është detyruar ta festoj, të investohet shumë, të shpenzoj shumë para sepse është babai i 4 fëmijëve. Në këtë lidhje të drejtë për drejtë jemi me Leonard Valej, sipërmarrës, drejt për së drejti nga Tirana për në Karolinën e Jugut. Mirëmëngjes, së përshëndesim. Përshëndetje Leonard, kënaqësi që lidhemi së bashku. Mirëmëngjesi. Po ajo mas. Happy Halloween. Po ajo mas. Po kjo për mi trem kalamajt kur zgjojnë nga gjumi. Leonard, na u prezanto pak për veten, na fol pak për veten, si ka nisur kjo dita për ty dhe familjen tënde. Unë jam Leonard Valej, sikur thatë unë jam prej Puke, jetoj që 20 e sa vjet në Amerikë, një 20 vjet në New York edhe një 2 vite këtu në Karolinë të Jugut. Kam 4 fëmijë. 2 janë vegjël, në 7 vjeç, e vajza ka ditëlinjën sot, bën 10 vjeqe, so Halloween ka një special se dhe më shumë edhe prej ditëlinjës vajzës. Edhe 100 vajzës, zuar ditëlindje. Faleminderit. Zuar ditëlindje. Mirë, sa është ora në Karolinën e Jugut tani, Leonard? Tani është 5:46 me mëngjesit. Do të thënë, festa nuk ka nisur tamam akoma, apo jo? Jo, vetëm me këtë. Vetëm atë, mirë. Vetëm atë. Pra aq ka qenë shpenzimi deri më tani që ke bërë ti për Halloween, apo? Si? Ai ka qenë shpenzimi vetëm që ke bërë deri më tani, se unë mendoj që ti zbukuron shtëpinë, edhe duhen shumë e shumë maska për familjen. Duhen shumë gjana për jashta, mi varë për pemën, për skeletone, gjana se kalamajt janë shumë të knaqen. Pra, Leonard, sa shpenzon ti çdo Halloween? Po them vetit $500 deri $1,000 ikun. Për çdo Halloween? Po, jo çdo Halloween, po i shton çdo vit nga pak, për shembull. Pra je baba i vitit me këtë që the. I shton nga një pak, për shembull, si vjet kur dalin afrohet Halloweeni, ulen pak çmimet se nuk i blen më dhe i blen për vitin tjetër. Bukur. Po. Ka një strategji. Strategji të re. Leonard, po sa i rëndësishëm është Halloweeni në SBA? Edhe në vendin ku ti jeton, statin që ti jeton. Si sa i rëndësishëm?
Oh, shumë. Sa i rëndësishëm është Halloweeni, nuk më pas të dëgjuar. Shumë. Sidomos, zë i madhe i vogël kthehen kalamaj sot. Gjithë janë kalamaj sot, gjithë janë të ri, edhe sikur theti për këto Halloween decoration është shumë e rëndësishme që çdo shtëpi që ka Halloween këto dekorimet e mira, aty e gjen e mendojnë fëmijët se aty janë karamelet më të mira, ka më shumë seleksion karamelesh. Pra, është kompeticion. Po. Është kompeticion. Ka njerëz që lanë jashtë, edhe nuk janë në shtëpi, për shembull janë punë, lanë jashtë një gjë të madhe plot me karamele, merr sa dush. Po ndërkohë ne po shohim edhe pamje të gjithë shtëpisë sënde, sa bukur që e ke bërë gjithë dekorin e dedikuar për Halloween, për të gëzuar të vogël dhe të madh, siç ti e the që është një festë për të gjithë aty. Po përtej zbukurimit, përtej trick or treat, përtej lastimit në thonjca që u bëhet të vegjëlve, cila është simbolika e kësaj dite? Pse është kaq e rëndësishme në kulturën amerikane? Se për kulturën tonë, të jemi të sinqert, nuk përket. Këtu është bërë diçka për me qenë i knaqën, për me qenë i lirë, për me qenë fëmijë, si me thanë, për me mu këthy pa problem. Çdo të mëdhejt vegjël vujnë maska, vujnë kostume komplete, edhe për një ditë nuk ka, se nuk shanë kërkush, si me thanë, si me dalë në rrugë, si dhe si t'jesh. Leonard, kur ke emigruar ti nga Shqipëria në SBA? Unë kam ikë, nga Shqipëria kam ikë 94, kam jetu 8 vjetë në Itali, në Venecia, pastaj në 2002 kam ardhur në New York. Në SBA, si ishte kjo përshtatje, ndoshta përpara se të bëheshe babai 4 fëmijëve, po të shije Halloweenin që festohej atje, të duke pak e çuditshme apo ishe mësuar në Itali? Po sa as Italia nuk e ka këtu në Itali, në thënë drejtë se kam nuk e maj mend që kam festuar gjë. Këtu në Amerikë sa kemi ardhur atë ske. Për shembull Halloween i parë që kam bë, me vllajin tim jemi veshur si Mario e Luigi. Ai Mario e Luigi. Sa e bukur. Edhe kemi disa fotografi që po shikonim dje sa s'na zën mai kostum se kemi vu pak bark, po. Kemi vënë bark. Po me vitet, cili ka qenë kostumi më i preferuar për ty, për të surprizuar ndoshta edhe fëmijët? Po një sloth, nuk e di që po. Ajo vajza ime bile mra me vesha, këtu tha babi, tha kalamaj, tha në shkollë, kanë thënë babi jetë, tha jash vesh do t'a veshë si vjetë, po më tha t'a veshim kur dalim për karamele sot mas dite. Bukur. Tani, Leonard, kemi dëgjuar shumë për ty dhe kemi lexuar, sepse në mos gaboj ka qenë The Washington Post apo The New York Times që ka shkruar për ty. Ka shkruar disa gazeta lokale në New York atë që Na trego pak të historinë me Papa Franceskun, kur ti jetoje në New York. Kur kam jetuar në New York, ishte kur erdhi Papa për vizitë, bëna një si promovim kështu një sandwich, edhe që ta bëjnë në nderin e Papës, edhe disa nga të ardhurat asaj dite me i falë në një gjanë, në një lokale aty ku jetëshim në Staten Island, edhe gazeta lokale aty shkroi, pastaj disa media nga Shqipëria që është lidhë dhe u bëj qik më e madhe se sa ishte, po nga jo ishte nga sandwichi që e bëna në rastin e vizitës Papës. E provoj apo jo? Jo, Papa nuk erdhi aty ta provoj. Okej, por u bë famshëm për shkak të qëllimit që ti patë dhe e quajte për shkak që ishte në nder të Papës. E quajte Paninja Francesco apo jo? Papa, yes. Po. Unë do doja të ndaleshim pak edhe tek bashortja, se sa ajo ndoshta kursen për këto festa, apo është edhe ajo si ti, kur vjen puna tek fëmijët, dorëlëshuar? Jo, unë merrem me këto. Ky është departamenti im. Ky është departamenti i babit, okay? Pra ti kujdesesh për çdo shpenzim të kësaj natyre. Po bashortja? Nuk merret me këtë punë. Tani për tani vetëm unë. A maskohet apo? Po.
Po nuk është i pëlqen edhe shumë kjo fest, po unë merrem me të sepse kam qef që vetëm kalamajt ashtu, se edhe mi bë dekorimit për qeftin tim, do bëj diçka që duket bukur, unë të i lej kalamajt që të vojnë si ti donë vetë, si ti pëlqen vetë. Edhe ne si ty jemi, nëse po do na shihe në këto momente, kemi Nojnë, një 4 putrosh shumë të dashur në Vision Plus, që kemi mik të gjithë. Edhe sot është hera e tretë që hyni veshur me kostumin e tretë. Po një parat kostumesh. Kështu që jemi shumë xheloz, jemi të sinqertë, se ne nuk kemi asnjë kostum sot për Halloween. Në fakt duhet kishim menduar diçka, por Noj është ai i cili. E ke menduar dhe ti t'i japësh familjes një mik, një 4 putrosh? Një qenë, një mace. Një si? Një qenë? Një mace. Kemi një mace. Keni një mace, duhet ta vishni sot. Po, Ike nuk e di se do t'ja gjejmë një kostum patjetër. Po do t'ja gjeni, të ishte shumë e këndshme për gjithë familjen. Çfarë kostumesh keve, do të thënë, si familje, si cilët personazhe do bëni? Ti çfarë do veshësh, fëmijët çfarë do veshin? Bashortja në qoftë se do e bindësh deri në darkë, se më thej që nuk e ka qenë. Unë do përdorja të sloth që thash. Vajza është Dorothy nga ajo Wizard of Oz. Okej, Dorothy. Edhe djali është, si quhet, Milo and Chip, është diçka që kalamajt e pëlqejnë shumë të asvetë. Okej, bukur. Bukur, kesh me për karamele? Po, sa karamelet i kam ble, se ne kemi një biznes tu dhe e di që do vinë shumë kalamaj, një 50 kg karamele i kam ble. 50 kilogram karamele? Kaq shumë fëmijë do vinë? Shumë, sepse vinë edhe çdo, për shembull, sidomos në biznes, kur ke derën hapur gjithë ditën, ne hapim në orën 11, kemi një pizzeri këtu në Leonard, ti vërtet merr çmimin babai i vitit me këtë. 50 kg karamele. Po na pëlqen, sikur thash, Eleonor ka ditëlinjën sot mbush 10 vjeç, po që ku ka le Eleonor është ka një çik shumë më speciale. Është gëzim edhe më i madh për gjithë familjen. Vajza është e lumtur që ditëlinjën e ka në ditën e Halloweenit? Duke ditur se sa rëndësishme është në kulturën amerikane? Është e lumtur, po sepse ditëlinjën e të parin, festën nuk ja bëjmë kur në Halloween, e bëjmë gjithmonë jashtë një javë, një 2 ditë marapa, se Halloween ajo e do, po është ajo marrën për karamele, edhe normal, më tha babi sot dhe nuk do shkojmë te ajo shtëpia që kemi shku vjetë, tha se nuk kanë karamele të mira, tha do shkojmë në një vend tjetër. Për pretendime. Fëmijët e kësa rritën dhe pretendimet. Bukur, ti biznesit e bash hapur sonte gjatë gjithë natës, sepse është momenti, ndoshta edhe tjetë fitim prurës. Po, sot, po si pizzeri do tjetë shumë, do të ketë shumë punë sot, sepse shumë njerëz marrin pizza, jo mos me bë me hangër, mos t'kenë kohë. Pizza është një ushqim që është shumë i kollajt edhe do t'jetë shumë, do kemi shumë punë sot. Leonard, unë do të pyes pak edhe për komunitetin shqiptar aty, sa të ndërlidhur jeni ju me njëri tjetrin, edhe në këto rastesh, a janë festat e kësaj natyre një sebeb për të bërë edhe më shumë bashk? Të paktën të takoni fëmijët. Tu, ku jetoj unë kam 2 vite që jam në South Carolina, Carolina Jugut. Po këtu ka shumë pak shqiptar. Unë kam qef bëj muhabet, rri me shqiptar atje në New York, shumë më shumë. Për shumë mbledhshim me dalë me fëmijët, po këtu ka pak shqiptar. Shumë pak, nuk vinë këtu, është një midis Amerikës, midis Malit. Ashtë sigur më duke se më pak këthim puk, se ku jam këthim puk. Nga puka më të meri dhe shtenjat shumë të mira për Halloween. Po më pëlqen, është vend i qetë, vend shumë i mirë. Po një pyetje e fundit përpara se të përshëndetemi, sepse ti ke ndenjur zgjuar shumë gjatë për ne, dhe ne nuk duam të të lodhim më shumë. Pse vendose të largosh, po them nga puka për New York, se nuk ka nevojë për ta pyetur. Se mund shke me pukën ti? Jo, puka është fantastike, por puka e 98-ës, 97-ës që Leonardi është larguar, s'është puka ajo që është sot. Gjithsesi. Kemi ik nga ashtu me babin tim, unë kam fol italisht në atë kohë, babi ishte tu imigru në Itali edhe merrem me veti, babi thash se unë përkthej në italisht. Ajo ishte kur kemi ik në Itali edhe imigrimi si fillimin në 94. Se ka për largimin nga Shqipëria, ka fjallën nga New Yorku në South Carolina. Nga New Yorku. Familja, vlezërit e mi, erdhi vllai i vogël këtu, nga familja e gruas, ai kishte njerëz këtu, edhe erdhi vllai tjetër, erdhi dhe mami, edhe ngela vetëm New Yorku, në atë.
edhe qa me bon hajt tash të do vi. Po nuk e kisha në plan, po, sepse me la New Yorku në zërë, si do si tjetë New York. Shumë e vërdet. Por ç'ti bëjmë familjes? Besoj të merr malli për New York, apo jo? Po, merr mall, po shkoj shpesh, atë nuk është shumë larg, me avion 1 orë, me makinë është pak. E qartë, Leonard. Larg, po kje ma për familjes. Paç një super ditë, edhe uroj shumë ta shihoni festën e ditëlindjes të vajzës, e cila do bëhet besoj në vijim, jo sot që është Halloweeni, edhe faleminderit shumë që na tregove se si një baba shqiptar nga Puka në Karolinën e Jugut bën gjithçka për 4 të vegjëlit e tij. Kënaqësi shumë. Faleminderit shumë. Kënaqësi shumë. Mirë, ne e përshëndesim Leonardin, një tjetër histori suksesi që është e vërteta. Kemi thënë që do shërbejmë si dritare për të lidhur me shqiptarët kudo në botë. Është momenti të shkëputemi, të shohim a do na vi Manoj, të na surprizojmë me ndonjë kostum tjetër dhe të shohim se kush është i ftuar. Është paradë sot, paradë kostume. Është paradë. Shko në